drejtë. Derisa sot janë mbushur plot 26 vjet nga rënja e heroit të Kosovës Bahri Fazliu, tek lapidari i vëllezërve Fazliu, ku u bën edhe homazhe për të nderuar veprën e tyre, e kemi kolegën gazetare Endrita Bajrami. Endrita, përshëndetje, po e kaloj me një rinjë për ju. Po, në fakt është siç që thatë edhe ju, ne jemi këtu në velani të kryeqytetit, më saktësisht tek varrezat e dëshmorëve vend ky që sot pikërisht shënohet 27 vjetori i rënjes heroike të heroit Bahri Fazliu, i cili ra heroikisht në vendin e njohur si Bogicje të Malit të Zi, dhe kjo që arsyeja që këtu janë mbledhur familjar, bashkëluftëtar e shok të Bahri Fazliut për të nderuar jetën dhe veprimtarinë e tij. Shokët e tij na e than pak çase më parë që Bahriu njihej si person me tipare të veçanta unike, i pazëvendësueshëm, person që jepte gjithçka nga vetja për të mirën e Kosovës. Këtu pak çaste më parë ishte edhe kreu i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës bashkë me antar e po ashtu edhe deputet që vinë nga njëjta parti, derisa ashtu edhe siç po mund të shehni nga pamjet e operatorit Henor Halili, këtu është duke ardhur edhe kryeministri në detyrë Albin Kurti, normalisht për të bërë homazhe për heroin Bahri Fazliu. Aktualisht këto informata mund të sjellim në këtë edicion, ndonse një kronik më të zgjeruar padyshim që do ta sjellim në edicionet e tjera. Endrita, faleminderit shumë për këtë paraqitje të drejtë për drejtë. Krejt në fund shkojmë me një informacion nga arena ndërkombëtare. India ka sulmuar Pakistan